bote. Profesor dhe tani një nga zërat kryesor të lëvizjes vetëvendosja, Vigan Çorolli, është njeriu që njeh diplomacinë nga librat, por që po e praktikon politikën në terrenin e nxehtë të Kosovës. Sot do të shohim se si bashkohen profesori dhe politikani në një ditë të vetme. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë me juve, zonja Valmira. Faleminderit. Masi jemi vetëm te fakulteti juridik, na flisni pak për rrugtimin ton arsimor. Rrugtimi im universitar ka qenë që kam filluar me studimet e rregullta në studimet e drejtësisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë sot të Veriut, atëherë është quajtur vetëm Maqedoni, në vitin 2003 dhe kam ndjek studimet deri diplomike, studimet themelore atje në fakultetin juridik, ku jam diplomuar në vitin 2007. Ndërkohë që në vitin 2007 kam vazhduar studimet postdiplomike të magjistraturës në Universitetin Corvinus të Budapestit në Hungari, në kryeqytetin e bukur të Hungarisë, një prej vendeve ndoshta më pitoreske të mundshme që janë në Bashkimin Evropian sot, në Budapest, dhe nga maji i vitit 2009, kur jam pranuar asistent në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, jam këtu me marrëdhënie të rregullt punës, me disa ndoshta ndërprerje për arsye të ndryshme, qoftë rrugtimit tim akademik, më pas edhe angazhimit tim publik në jetën politike institucionale, por në mënyrë të pashkëpuqshme dhe të pazgjeshme, nga maji i vitit 2009 jam simdhënës këtu në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Si je si profesor? Je i vështirë apo çfarë kriteri ke ndaj studentëve? Është shumë subjektive me fol për veten këtë aspekt, këtë mund ta flasin mbase studentët e mi, janë 17 gjerata të cilat i kam përcjell, thash nga pranvera e vitit 2009, por paraprakisht kam një eksperiencë tjetër më pak disa mujore në një kolegj privat atëherë, domethënë efektivisht janë diku 18 vite që unë jam si mësimdhënës në lëndëve juridike në Kosovë. Këtë mund ta thonin studentët, por zakonisht performancat anonime që i marr janë në fund çdo semestri, bëhen disa evaluime të profesorëve, ato janë krejtësisht dhe neve nuk na vijnë. I shkojnë në rektorit dhe dekanit të fakultetit juridik. Vlerësimi për mua është pozitiv, është superlativ, nuk tentoj me qenë i vështirë, jam rigoroz, nuk lëshoj pen në disa çështje dhe bëj ndonjëherë i lodhi studentët me dinamik, me kërkesa që të jenë sa më të freskët dhe të bëjnë, sepse zakonisht prej çdo gjerate janë 20%, 30% student superlativ. Edhe student tjerë që nuk hyn në 20-30%, janë student mirë, por duhet pak me nxjerr, duhet me punu pak më shumë. Çka acaron një student? Ku ta qata të keq një student? Zakonisht me student, kolegialisht jam shumë në rregull, bashkëbisedoj me ta. Ka momente kur unë kërkoj pak më shumë, zakonisht kur i shoh që nuk tash po ta them ndoshta një gjysmë sekretimi që studentët e dinë, ndoshta publiku nuk e din. Zakonisht kam si semestri kur e shoh studentët që kanë filluar me u demoralizu, jo prej meje, po prej ngarkesave që u sjell fakulteti, i kanë kollokviumet, i kanë provimet që mund t'ju kenë mbetur nga vitet paraprake. Unë ju them, a mundeni për një 48 orë me një vepër të kadares me lexu, sepse kjo mund t'ja sofistikoj atyre gjuhën shqipe. Shkrimtari më brillant që ka prodhu kombi ynë është Kadare, Ndijes Post, i cili gjuhën e ka argumentin më të fuqishëm të tij. Dhe kur acaron ndonjëherë ortografinë e gjuhës shqipe, me qenë se më pyetet ta acarosh ndonjë gjë, kur i marr testet, sepse ne vlerësojmë me teste, dhe shoh që fjalia është e pakuptim ose ka probleme semantike dhe ortografike gjuhësisht, atëherë unë mendoj që ai kandidat ose ai student ose ai studente si do të shkruajë një vendim gjyqësor nesër ose një ankesë nëse do të bëhet avokat. I tham lexoj pa Kadaren se çet fjali kimë ku ta lexon Kadaren, kimë mësu më mirë që shkruaj. Për shembull, gjykatat, edhe nëse e thonë gjyqi, ata disa studentë shkruajnë gjyqi me dy por gjëja. Kështu që këto ka raste
Që më mbi dhe men që tjetër. unë nuk protestoj të studentë se kanë shkruar çashtu. Por ndërkohë tentojmë ju ndihmu që në konsultime ju tham lexoni Kadaren se gjuhën shqipe jam sa më mirë. Pa të shojnë edhe ndryshe tashme që je veç me deputat. A të shojnë me një farë perspektive tjetër? Jo, në asnjë rrethon shiko e ndalume me kod të etikës, edhe e ndalume me çdo kod moral njerëzor që nëse unë jam shndru politikan, unë në universitet jam si pedagog. Dhe në asnjë rrethon unë nuk lejoj me fol studentët për politikë, edhe nëse jashtë mësimit, pas mbarimit të orës ndonjë student mund të ketë kurrështje me pyet diçka, i tham jashtë Universitetit të Prishtinës, jashtë godinës së Universitetit të Prishtinës, mund të flasim për politikë, por këtu nuk lejoj me fol për politikë sepse du ta ruaj etikën strikte profesionale që lidhet me atë që mund ka besu Universiteti i Prishtinës dhe mekanizmat e tij për me qenë mësimdhënës. Në këtu s'duhet bëjmë politikë, jashtë ambiente mund dalim në sheshin na Terez. Ajo në qaq kurrështor sa që edhe jashtë fakultetit vinë edhe të pyesin për politikë? Por nëse i takojnë ndonjë në rrugë, sepse student nuk i takojnë masivisht në shesh, por nëse takoj koleg ose ish student, zakonisht kjo ndodh me ish student, të cilën mund të kenë qenë para 10 vite student fakultetit juridik edhe më pyesin. Ose më shkruajnë në rrjetet sociale, në telefon, ku të kenë mundësi me më kontaktu, më pyesin për kurrështjet e ditës, se çka po ndodh, si po zihet, më pyesin për ndonjë çështje edhe profesionale, por meqense ju po më pyesni në kuptimin strikt fjalës, nëse më pyesin për politikë, por në fakultet nuk i lejoj. Ka studentë të cilët eventualisht munden me bë ndonjë, por ata e dinë që unë nuk flas për politikë në brenda godinës juridikut. Ke studiuar në qendrat më të rëndësishme të Evropës. Si ishte të kaloje prej atje në kuvend? Ndërkohë që unë në një periudhë tjetër kohore, më pas kam punu edhe për Gjykatën Kushtetuese të Republikës Kosovës si zëvendës i parë, sa i drejtori i zyrës për komunikim publik, pastaj kam punu një periudhë në Ministrinë e Drejtësisë si këshilltar ligjor, kam ndjekur studimet e doktoraturës në Universitetin e Grazit në Austri për të drejtën ndërkombëtare, ndërkohë që kam qëndruar si studius vizitor me bursë të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si JFDP Fellow quhet në Universitetin Amerikan në Washington DC në Kryeqytetin Amerikan. Një kohë kam qenë si komentator për çështje juridike, si analist studiosh televizive dhe më pas aktivisht nga viti 2023 jam angazhuar në jetën politike institucionale, kur me ftesë të kryeministrit Albin Kurti, jam angazhuar si zëvendës ministër i drejtësisë në qeverinë e Republikës Kosovës, qeverinë Kurti 2, dhe nga dhjetori i vitit 2025, në zgjedhjet e 28 dhjetorit, jam zgjedhur për herë të parë deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës në legjislaturën e 10. Dhe në këtë moment që po flasim, unë jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Shiko, angazhimi im akademik është lidhur kryesisht me lëndët e fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë, shkencës politike dhe përgjithsisht të lëndëve të cilat lidhen me drejtimin ndërkombëtar. Ku politika është e pashmangshme, janë dy anë të së njëjtës medale, dhe ne në drejtësi shpeshherë kemi konsiderat që themi që politika dhe ligji janë dy anë të së njëjtës medale, dhe është një vijë ose një demarkim i holl midis njerëz dhe tjetrës, dhe ne mundësit që të ligjërojmë të drejtën ndërkombëtare, privilegjit më të madh jetësor që mund ta jep shoqëria për të qenë profesor i gjenerata të reja, për të qenë pedagog i lëndëve të drejtësisë, e mendu që në një stad tjetër angazhimi ynë publik e institucional bëhet për të mirën e shtetit, për të mirën e kombit, për të mirën e gjeneratave të reja, mënyrë që avancimi i këtyre punëve që jo vetëm ne doktrinarisht ligjërojmë, por edhe të zbatojmë në jetën politike institucionale. Kështu që kapërcimin nga jeta akademike në jetën politike institucionale e shoh si të natyrshëm, e bëjnë shumë kolegë profesor në universitetet e ndryshme perëndimore, disa merren ekskluzivisht vetëm me çështje drejtësisë, bëhen gjyqtar, bëhen avokat. Këtu te ne janë disa kufizime për të ushtruar ndoshta edhe profesionin e avokatit ose për të ushtruar profesionin e gjyqtarit, por jeta publike institucionale e deputetit, ministrit, zëvendës ministrit nuk ka ndonjë kufizim sepse e materializon një vullnet intelektual
të një intelektualit të ri, një profesor universitar që mund ta jap kontributin e tij aktiv në shtetëndërtim. Duke qenë se ne edhe jemi shtet i ri, edhe institucionet tona janë të reja, atër dora e profesionistëve si puna ime është e rëndësishme që shteti të bëhet më i mirë dhe të bëhet më i drejtë për qytetarët në radhë parë. Si profesorit të drejtave të njeriut, sa po respektuam këto të drejta në Kosovë nga qeverisja ku jeni edhe pranishme dhe jo? Kushtetuta e Republikës Kosovës është shumë kushtetutë avangardë, është shumë kushtetutë moderne. Dhe nga viti 2008, kur ajo ka hyrë fuqi si pjesë e pakos që ka shpall pavarësinë e Kosovës, Kushtetuta e Kosovës ka hyrë fuqi në qershor të vitit 2008, në kapitullin 2 të saj, parashë kapitullin e veçantë për drejtat dhe liritë themelore, që janë të drejtat e njerëzit, më u shpreh kështu. Atër të drejtat e njerëzit janë të drejta moderne. Kushtetuta e Republikës Kosovës është një kushtetutë jashtëzakonisht moderne, ku i vën në epicentër të drejtat e qytetarëve të saj. Dhe institucionet publike, qeveria, kuvendi, gjykatat, administrata, përgjithsisht institucionet e Kosovës, janë shumë të kujdesshëm në zbatimin rigoroz të drejtave të njerëzit, sepse ne e zbatojmë edhe Konventin Evropiane për Drejtat dhe Liritë Themelore, nuk jemi antar të Gjykatës Evropiane për Drejtat dhe Liritë e Njerëzit për arsye të njohura, ose siç themi ne Gjykatën e Strasburgut, por gjyqësori jonë dhe institucionet publike janë të drejtat e njerëzit zbatohen në Kosovë, sigurisht institucionet të cilat potencialisht mund t'i shkelin të drejtat e njerëzit, ato vendime mund të sfidohen gjyqësisht. Dhe kështu që shteti i Kosovës ka jashtëzakonisht të drejtë për shkak të një të kaluare të dhëmshme që qytetarët tanë, shqiptarët, konstituenca kryesore e Kosovës, ne kemi përjetuar nga represioni, nga apartheidi dhe nga gjenocidi, atëherë ne jemi të kujdesshëm si institucione, jo vetëm këtë rast si pedagog i drejtës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, por përgjithsisht si institucione Kosova e ndjek në mënyrë rigoroze standardet evropiane në fushën e mbrojtjes drejtave të njerëzit. Dhe unë mendoj që nëse duhet si pedagog me lënë notë që Kosova e mrrin diku te nota 9 mbrojtjen e drejtave lirive themelore, ndërkohë që nuk ka gjë të përsosur, sepse njerëzve edhe mund t'ju shkilen të drejtat e njerëzit, por i thash janë autoritetet kompetente që i mbikëqyrin dhe i zbatojnë këtë çështje dhe pastaj edhe ka vendime. Shiko, drejtat e qytetarëve shkilen, por janë institucionet që pastaj janë si korrektor dhe nuk lejojnë abuzimin me to. Dikur kritikoje fort politikën, tani brenda lëvizjes vetëvendosje, është zbutur kritika jote për shkak të lojalitetit partijak? Nuk do të theja kështu. Ideja është që kur je jashtë politikës, e sheh me një optik tjetër. Si analist studiosh televizive, përgjithsisht unë e kam rujt etikën time që t'jem korrekt me njerëzit, me institucionet dhe mos ta lëndoj shtetin e Kosovës. Ne kemi një shtet të ri me munde me sakrificësh ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve për shumë breza, jo vetëm brezit fundit, po themi minimalisht 100 vitet e fundit, dhe kritika ime ka qenë kryesisht racionale, në mënyrë që kjo kritik të vëhet në zbatim përmirësimi i tyre. Kur je brenda, ndërkohë që ti ke një mundësi më të madhe për ta përmirësuar atë kritik. Unë do të jem kritik i pandrejtshëm, edhe brenda subjektit tim politik që i takoj, në mënyrë që ajo që ngritet ju, si zbatimi drejtave të njerëzit, zbatimi kushtetueshmërisë, i ligjshmërisë, të jetë në nivel më të lartë të zbatimit të tyre. Dhe kjo avangardë nënkupton që unë do të jem një kritizar i pandrejtshëm përhershmërisht, në mënyrë që Kosova të bëhet më e mirë. Dhe duke u bë Kosova e mirë, mendoj që ne ja kemi bërë, si gjenerata më të reja politike, brezave të ashëm, atyre që janë të lindur dhe mbase edhe atyre që janë të palindur, që t'ja lëm një trashëgimi, një Kosovë e cila mund të jetë shembull suksesi dhe njerëzit të ardhmen të mburren që Kosova është një republikë e drejtë dhe barabartë për gjithë qytetarët e saj. Si ekspert i të drejtës ndërkombëtare, si sheh kritikat e aleatëve ndaj veprimeve të Kosovës? Shikon, në fuqinë politike, zakonisht në raportet kur shtetet janë të reja, si rasti ynë, dhe ku demokracitë konsiderohen si të breshta, sigurisht që ka mos pajtime me aleatët tonë, por pakthyeshmëria, strategjia,
dhe veprimet që i bën Republika e Kosovës janë në koordinim të plot me aleatët tonë jetik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe shtetet e tjera të cilat Britania e Madhe, Gjermania, thash Franca, Italia dhe shtetet të cilat përgjithsisht ne i quajmë si të Quintet, të boshtit perëndimor, të aleancës natyrore, në mënyrë që ne kemi konsiderat që interesat jetike strategjike të mbrohen. Kështu ka ndodhur në historikisht, nga fillimi i viteve 90-ta, kështu ka ndodhur në vitin 1999 me Rambujen, kështu ka ndodhur me çlirimin e Kosovës, kështu ka ndodhur me koordinimin e pavarësisë Kosovës në vitin 2008, kështu do të ndodhë deri ne të antarësohemi në OKB, në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërkohë që ato që jepen zakonisht në media, shpeshherë janë gjysmë të vërteta. Dhe unë dialektikisht nuk flas zakonisht me gjysmë të vërteta, sepse gjysmë të vërtetat janë gënjeshtra. Pa qenë tablo e plot e ngjarjeve, dhe kështu që nuk dua të jem hipotetik dhe të flas me hipoteza mbi të cilët ndërtohet një e vërtet. Momentet kur ka dhe nuk besoj që asnjë politikan i Kosovës, të paktën prej anës shqiptare, nuk e ka në zemër dhe në mendje aleancën e shenjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerët tonë perëndimor, sepse kështu është ndërtu Kosova, kështu do të frymoj Kosova, dhe thash derisa ne nuk e rrumbullaksojmë së jashtëmi shtetësinë tonë ndërkombëtarisht për me qenë antar të OKB-s, BE-s dhe të NATO-s, ne do të kemi fatkeqësisht përplasje së brendshme dhe kauzat politike të cilat partitë eventualisht i përdorin për fushata retorike elektorale, nuk i marr si serioze. Unë të paktën e di që subjekti politik të cilit i takoj, që është fuqishëm pro-perëndimor dhe i takon një boshti të tillë të një aleance që ne dhe na lidh fort dhe ngushtësisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse dështoi kodit civil? A e shihni si disfat profesionale? Në asnjë mënyrë, unë në fakt kur kam shkuar në Ministrinë e Drejtësisë në korrekt të vitit 2023 në cilësinë e zëvendësministit, kjo temë veç se ka qenë e shtërruar. Kjo s'ka të bëjë me veganin si person. Ka pas keq kuptime, pastaj jo marrën me këtë temë, se çka ka ndodhur realisht, sepse prandaj derisa kam kriju mozaikun tim, çka ka ndodhur, pro et kontra në diskutimet e kam pa që ka pas keq kuptime. Kodi civil, shikoj, legjislacioni i Kosovës është shumë i pasur, edhe në fushën civile. Ne kemi ligjet, fushën e familjes, në fushën e martesës, fushën e pronësisë, dhe në fusha tjera të marrëdhënieve detyrime, domethënë të kontratave. Kosova e ka legjislacionin e vet, por përbashkimi i tyre në një dokument të vetëm quhet kod civil. Po e bëj kështu pak më thjesht për opinionin edhe që mund të jetë laik. Ndërkohë që në kuvend ka pas përplasje, siç e kam pa më vonë, për shkak të disa keqkuptimeve. Është thënë që kodi do t'i lejoj martesat e njëjtës gjini. Kjo, siç e kam pa dhe siç e vrej, nuk është e vërtet, sepse do duhej në të ardhmen, nëse kërkohet ose nëse është e domosdoshme, por nuk mendoj që në këtë rast as ka qenë e nevojshme dhe as e domosdoshme, që të nxirren një ligj veçantë ku do të mund t'i krijante aleancat martesore, lidhjet martesore me ndjesgjinin. Kodi civil nuk e ka specifikuar. Kodi civil ka fol për lidhjen potenciale të unioneve civile, të cilët njerëzit mund t'i lidhin, mund të kenë pronësi të përbashkëta për një gjë. Dhe nuk mund ta ndalosh, por i nasa se lidhësimi, ose ajo që ne themi drejtësi për ligja e lidhjes civile nesër me shkunë komunën e Prishtinës, me lidh një martesë mes dy burrave dhe mes dy grave, kjo nuk kodi civil në asnjë dispozit nuk e parasheh. Kështu që prandaj ka pas shumë keqkuptime, ka pas shumë propagandë, ka pas shumë dezinformata dhe siç ndodh fatkeqësisht në demokracitë e reja, politika i përdor disa gjëra me shpërtap. Dhe partitë opozitare në mungesë shpeshherë të ndonjë kreacioni ose kreativiteti më të madh me sulmu mazhorancën, janë marrë me çështje dhe kanë fut amullin mesin e popullatës dhe kemi ne një elektorat, një pjesë çështnisë që është më konservatore, sepse tani jemi në muajin e madhreshëm të Ramazanit dhe mund ketë njerëz të cilët nuk e gëlltisin këtë. Por nuk është rasti, në kodin civil i cili i lejon këtë çështje.
Është vettingu ende një premtim apo realisht është duke ecur përpara? Vettingu në mënyrën qysh është parashikuar në fillim me ardhmën e qeverisë Kurti në pushtet, edhe në vitin 2020, por më pas në vitin 2021, është parashikuar që të bëhet përmes amendamenteve kushtetuese. Kjo gjë për shkak të ndryshimit kushtetues ka qenë e vështirë dhe madje ky proces është udhëhequr nga partitë opozitare, nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Amendamentet kanë qenë gati, ato do duhet të kontrolloheshin në gjykatën kushtetuese. Por çka ka bërë Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria Kurti është që ne në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin Gjyqësor të Kosovës kemi kaluar në një stad tjetër kur kemi bërë ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, bashkërisht që të dy parëve, dhe kemi pas një bashkëpunim shumë të afërsht, me mos pajtime sigurisht profesionale, me Këshillin Gjyqësor dhe me Këshillin Prokurorial, po ligji për statusin dhe integritetin, performancën e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të munden, sepse nëse i dëgjoni edhe krerët e institucionit pavarur drejtësisë, ata nuk kanë mekanizma ligjor aktualisht me e dërgu një shpe, po them, me largu nga puna një gjyqtari nëse një prokuror i cili nuk performon mirë, ose është demel, ose bën shkelje caktuar të ligjit, vetëm në arsyet që parashikohen me ligj dhe cilat janë aktualisht. Kështu që ne në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin e Venecias, unë personalisht kam qenë 3 herë në Venecia, ku i kemi negociuar dhe Venecia i ka pranuar si të mirëqena propozimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe ne po presim që kuvendi, dhe në tash në planin legjislativ të kuvendit të ri të legjislaturës së 10, ne kemi që sa më parë pakon ligjore që është një deklaratë që rrjedh nga një deklaratë e përbashkët të zotimeve, t'i aprovojmë në kuvend dhe ky do t'jetë një lloj vettingu që do t'ju bëhet gjyqtarëve dhe prokurorëve. Zotërish Rolli, na flisni pak për jetën tuaj personale, pak për familjen e juaj. So gjeni kohë, sa i përket jeni angazhuar edhe si profesor, edhe si deputet, dhe so gjeni kohë për familjen e juaj. Unë i falem kryesisht krijuesit Perëndis që më ka dhuruar një familje të mrekullueshme. Jam i martuar me Gresa Baftiu Çorollin, e cila është ekonomiste dhe punon me një bankë komerciale në Kosovë dhe me cilën ne kemi bashkë 3 fëmijë, 3 djemë, Zanin, Mirin dhe Zgjojin. Zani dhe Miri, faleminderit, Zani dhe Miri janë binjak, janë 5 vjetë e gjysmë dhe Zgjoji i vogli është 2 vjetë e gjysmë. Falë Gresës, besoj bashkëshortës time, arri me bë një kompromis për shkak të angazhimeve të mia. Ajo pak si me shaka nuk ka dëshirë që kemi shku në 2 ciklet shpejta zgjedhore brenda vitit 2025, brenda vitit kaluar, sepse angazhimet e fushatës dhe angazhimet publike rreth politikës dhe angazhimit lëvizjeve të vendosje dhe në Kuvendin e Kosovës e marrin kohë. Kur kam qenë si profesor, vetëm si profesor kemi pas sigurisht kohë më tepër edhe për fëmijë dhe për familjen. Tani më angazhimet e shtuara nënkuptojnë që kam më pak kohë për fëmijët, po kryesisht mundohem që ti kompenzoj ato gjatë mbrëmjeve dhe gjatë vikendeve. Gjithashtu është edhe babai im, me cilin ndërkohë që nëna ime është e ndjerë nga viti 2018 dhe kemi një familje ku jemi predominancë meshkujt. Gresa është minorancë e vetme, jeton me 5 burra pothuajse, dhe ka njerë mundohemi që me kompenzu ndose fëmijët e vegjël edhe me tentu me qenë sa më feminist që ajo mos me ndje boshllëkun e një vajze, por megjithatë tentoj që sa më shumë të kaloj me fëmijët, sepse krejt angazhimet ditore, stresin dhe çështjet cilat lidhen me punën, njeri e gjen prehjen në shtëpi. Do se janë në dinamik të zhvillimit më të shpejt fëmijët, sidomos binjakët që janë 5 vjetë e gjysmë dhe atë që të trashkojnë në një kopsht, dhe ne mundohemi që edhe vikendeve të kalojmë bashkë, edhe mbrëmjeve të kalojmë bashkë, por ka periudha që unë i lë në gjumë mëngjes dhe i gjej në gjumë, dhe ka sidomos pjesa udhëtimit zyrtare, sa kam qenë Ministrinë e Drejtësisë, nuk i kam taku, por tash teknologjia, unë duke qenë se jam fëmijë vetëm i prindërve të mi, në një kohë kur s'kan ekzistuar teknologji të tilla si WhatsApp, Viber, Skype e këto, nuk kam komuniku shumë shpesh me prindërit e mi, po flas para 15-20 viteve, por megjithatë tani edhe kur jam jashtë shtëpisë, përmes kamerës komunikoj shpesh me ta dhe çlohem psiqikisht me ta, sepse
është pjesa më krenare që bën secili prej. A sheh veten tek ndonjëri prej tyre? Ndoshta faza e rritjes së tyre, gjyshrit e mi, prindrit e nanës, cilët janë afërsisht 90 vjeçar tani, më thonë që djali i vogël më ngjan më tepër, ndërkohë që unë e gjej të thret nga pak. Ndonjëherë temperamenti i Zanit ngjan me temperamentin tim. Miri është karakter më i qetë, eksplodon ndonjë moment caktuar kur i preket ndonjë, po themi lodër, zgjoj në fizionomi më ngjan më tepër mua, por të tret kanë karakteristikat edhe të mia edhe të bashkëshortës sime dhe kështu që mendoj që ata duke u rrit dhe sapo të fillojnë shkollën fillore, do të mundohem të shohim që kur i pyes se çka po doni me u bë, ata ende nuk i dinë këto karrierat, por të punu me ta, e shoh që kanë cilësi të përbashkëta edhe të mia të gresës dhe sidoqoftë vetëm ta kenë shëndetin se këto çështje pastaj janë irrelevante se çka kujt dhe si duhet me zhvillu jetën dhe karrierën e tyre. Unë gjithja u bëj pyetjen musafirve se me kone pinë kafën e mëngjesit, po në këtë rast unë po du me ditë cilën kafe ki nostalgji që kishe dashur me kthye edhe një herë me personin që ndoshta të mungon ose ki larg Kosovës. Pa më parasysh një nostalgji që e ndjen që e kishe kthyer edhe një herë me pi kafen e mëngjesit së bashku. Mungesën më të madhe e ndi të nanës sime të ndjer, e cila ka ndru jetë në një moshë relativisht të re, afërsisht 60 vjeçare ka qenë kur ka ndru jetë, dhe duke qenë se jam fëmiu i vetëm i prindërve të mi, çdo herë ndjej mungesën dhe çdo ditë absolutisht çdo ditë mendoj që ajo është diku dhe po më mungon. Do doja ta riktheja kohën dhe të kaloja kohën më tepër, jo për kompenzim kohor, por një periudhë që kam studiu jashtë, nuk kam pas mundësi me kalu shumë kohë me prindërit e mi. Por sigurisht ka dhe miqt me cilët jetojnë perëndim, familjarët me cilët jetojnë në perëndim, të cilët i takoj 2-3 herë në vite, qoftë ata vinë këtu, qoftë unë shkoj në Gjermani ose Belgjikë ose në vendet ku ata jetojnë, por kryesisht ka njerëz të cilët më mungojnë, por dinamika dhe por dita ime fillon që në 6 të mëngjesit kur ne zgjohemi për të bërë gati për punë, sepse fëmijët janë në një moshë që zgjohen shumë herët, dhe pastaj bëhemi gati ata të tre, ne të dy i dërgojmë në kopsht dhe ne vazhdojmë në punët tona dhe respektive dhe bëhemi bashkë diku rreth orës 17 të pasditës dhe kështu e kemi një dinamik, pastaj duhet me kalu në habitatin e fëmijëve, me lodra, A është e bezëtshme me jetu në Prishtinë me qenë se je figurë publike? Unë jam lind dhe rrit në qytetin e Ferizajt. Kam marrë në Prishtinë me jetu relativisht vonë. Prishtina të bën nervoz komunikacioni i saj. Habitati ndoshta i Prishtinës. Apo e përmbush rregullin e kryetarit Roma me lexu libra? Jo, librat i lexoj në vendet adekuate. Kam një dhomë timen që kam të pasur me literaturë dhe me libra si bibliotekë personale. Ajo ka qenë një gafë e tij, se nuk e kuptoj pse e ka thënë, por komunikacioni shpeshherë ditë tjetë i bezdishëm dhe mënyra se si menaxhohet gjithçka në Prishtinë, ta jep kaosin, por zatën unë kam jetu thash në disa qendra të botës, nga Washingtoni deri në Budapest dhe në Graz të Austrisë ku kam kalu, po themi, periudhën më të madhe kohore si student, dhe kryeqytetet zakonisht janë kaotike në kuptimin e trajtimit të komunikacionit, por Prishtina është më e bezdishme se qytetet e tjera të vogla të Kosovës, për shkak të ngarkesave që njerëzit dhe padurueshmërisë së njerëzve që kanë në komunikacion. Dhe intervenimi ndoshta që do duhet bëhej në të ardhmen nga kryetari dhe kryetarët e ardhshëm që do të vinë, do të jetë zgjerimi i rrugëve, sado që të jetë e mundur, mënyrë që Prishtina të frymojë më lirshëm, mos të ketë një kaos urbanistik të tillë, por duhet me u përshtatë. Ne meqenëse se jetojmë këtu, zhvillojmë jetën këtu, ne do duhet, por përveç Prishtinës ku ne jetoj dhe punoj, ndoshta qetësinë më të madhe shpirtërore e gjej në qytetin tim të lindjes të Ferizaj, ku mundohem që sa më shpesh të jem atje, ndonjëherë edhe brenda javës, në mungesë të angazhimeve, por gjithsesi një vikend e kaloj, se çdo vikend e kaloj atje, sepse e kam shoqërinë e vjetër fëmijës, familjen atje dhe babai mi jeton atje,
dhe na bashkangjitet shpeshherë edhe në Prishtinë, por kryesisht ai jeton sepse është avokat dhe vazhdon të punojë në Ferizaj, kështu që gjithçka atje ndjehem më rehat. Kur të shkosh në Ferizaj, çka viziton mas pari që ki nostalgji dhe të marr mollë? Së pari e kam një detyrim moral që vizitoj gjyshrit e mi, prindrit e nonës time të ndjerë, ata janë afërsisht 90 vjeçar, siç e thash, dhe familjarët e mi, pastaj shokët e mi, miqtë e mi, rrethin tim familjar, takoj njerëz të cilët, se nuk është jeta që mendohet e një politikani që merret 24 orë me politikë. Ne kemi anën private tonën që i vizitojmë njerëzit tanë të dashur për ata për cilët mendojmë dhe në mungesë të shpeshherë të kohës dhe të komunikimit të rregull telefonik, vizitat personale. Ndaj tyre ta zëm vikendin e fundit kam qëndruar tek gjyshja ime dhe i kam uruar që është 90 vjeçare, i kam dhuruar lule për 8 mars dhe kam bërë të mundur që unë të kaloj të paktën 1 ose 2 orë me të, sepse jam edhe niti më i madh i saj. Ndërkohë që kjo pjesa tjetër pastaj e miqësisë, mbrëmjet që i kalojmë bashkë me miqtë e vjetër, jo vetëm me miq politik, po miq, sepse prap mendoj që ai habitati më i mirë është kur ti kalon kohë me njerëzit që të njohin si që je origjinal. Kjo është mundësia më e mirë për të kaluar një kohë, qoftë një drekë, një darkë, një pije me njerëzit të cilët e ke kaluar me dekada tëra bashkë. Por kjo është e rëndësishme, mundohem sa më shumë të kaloj kohë me babain tim, i cili thash jeton në Ferizaj në shumicën e kohës dhe vepron atje dhe me të mundohem t'i kompenzoj. Por kryesisht vikendeve ne bëhemi bashkë, shtuna e diela, kur s'kemi angazhime protokollare dhe zyrtare. Zotri Qurullë, faleminderit shumë që gjete kohë për me qenë mysafiri jone. Faleminderit edhe juve, zonja Valmira, kënaqësia shumë e madhe ime, unë ju uroj fat dhe punë të mbarë në podcastin e ju i të ri dhe shpresoj që një lloj i tillë i gazetarisë në Kosovë të masivizohet sa më tepër dhe ju uroj gjithë mirat në vitin që jemi tashmë në muajin e tretë të tij në vitin 2026. Faleminderit shumë.